Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Mungesa e vullnetit për ta zbatuar reformën në drejtësi me të njëjtin idealizëm dhe ndëshmëri me të cilën u ndërtua është një nga shqetësimet kryesore të ngritura nga kreu gjykatës së lartë në Shqipëri, Sokol Cadushi, gjatë konferencës me temë 30 vite partneritet dhe progres Shqipëria, Këshilli i Evropës dhe Komisioni i Venecias. Kryetari Cadushi vlerëson se reforma nuk është një projekt vetëm i drejtësisë, por një thithë kombëtare që përfshin politikën, administratën dhe çdo institucion që mban përgjegjësinë ndaj qytetarit. Frymja e kësaj reforme megjithatë mbartë dhe sfida të mëdha që lidhen me ruajtjen nga deformimet, mbrojtjen e pavarësisë së institucioneve të reja dhe përgatitjen e një brezi magjistratësh që duhet ta kuptojnë reformën jo si mekanizëm kontrolli, por si një akt përgjegjësie personale. Paqja e rëndësishme është edhe përzgjedhja e magjistratëve dhe jo magjistratëve në organet e qeverisjes. Cadushi theksoi se drejtësia shqiptare duhet të hyjë në fazën e vetë përmirësimit dhe të konsolidimit, duke çliruar veten nga kompleksi i reformave dhe duke fituar besimin përmes sjelljes dhe vendimeve të ndershme. Opozita në Shqipëri kërkon që çdo institucion t'i nënshtrohet kushtetutës. E pranishme në panelin Drejtësia Kushtetuese, deputetja e Partisë Demokratike Jurida Tabaku akuzoi majorancën se po braktis vendimet e gjykatës kushtetuese dhe se kjo rënon shtetin e së drejtës. Deputetja demokrate theksoi se shumica politike ka zgjedhur rrugën e forcës dhe se majoranca ka vijuar përpjekjet për të ndikuar mbi përbërjen dhe integritetin e gjykatës kushtetuese. Unë besoj që sot këto javë janë një shembull i qartë edhe i përpjekjeve për të ndikuar mbi përbërjen dhe integritetin e gjykatës kushtetuese. Ndërprerja e mandatit të një antari gjykatës kushtetuese, që deri dje përfaqësonte mendimet e minorancës, për mua është një ndërhyrje në përbërjen e kësaj gjykate. Sa herë që vendimet priten jenë të rëndësishme, nis presioni për ndryshime. Ky instrumentalizim dhe kjo politikë dy standardesh është rreziku më i madh për drejtësinë kushtetuese. Sa i përket mosbatimit të vendimeve të gjykatës kushtetuese, Tabaku tha se ato kanë prodhuar shpesh edhe kriza politike. Gjatë konferencës 30 vite partneritet dhe progres, Shqipëria, Këshilli i Evropës dhe Komisioni i Venecias në panelin kushtuar reformës në drejtësi, deputeti i Partisë Demokratike Gen Strazimiri shpreu shqetësimin se rekomandimet e Komisionit të Venecias nuk u zbatuan për reformën në drejtësi dhe se konsensusi bipartizan u shua më njëherë pas ndryshimeve kushtetuese. Ai e cilësoi demokracinë shqiptare në kushte të urisë ekstreme, pasi sipas tij mungon ushqimi kryesor që është liria. Bota. Autoritetet serbe kanë pranuar kërkesën e prokurisë themelore Manastir të Maqedonisë së Veriut për bllokimin e 10 automjeteve të blera në vitin 2025 nga një person juridik me selin në Beograd. Prokuria ka vërtetuar lidhje pronësore mes automjeteve dhe një personi të dyshuar për keqpërdorim në Tec Manastir të Republikës Maqedonisë së Veriut, ndaj të cilës është hapur hetim më 9 tetor. Sipas prokurorisë, nga autoritetet serbe është kërkuar që personi juridik, drejtuesi i tij ose një person tjetër në emër të tyre të mos i tjetërsoj apo disponoj automjetet, pasi ato dyshohet se janë blerë me përfitime të palishme për vepra penale në hetim. Krahas asaj është kërkuar dhe pranuar që të sigurohet të hapet një kasafort në një bankë serbe, të cilën e zotroni dyshuari për të kontrolluar përmbajtjen e saj. Përfundon në burg ish presidenti francez Nicolas Sarkozy. Ai është drejtuar qelisë ku do të vuajë dënimin me 5 vite burgim, mbi të rëndon akuza për konspiracion për të financuar fushatën e tij zgjedhore me para nga diktatori libian Muammar Gaddafi. Ai është ish presidenti i parë francez që shkon në burg, që pasi u dhesi kolaboracionist nazist i luftës së dytë botërore, u burgos për tradhti në vitin 1945. Sarkozy, i cili ishte president nga viti 2007 deri në vitin 2012, ka apeluar kundër dënimit me burg në burgun La Santé, por do të duhet të presë për apelin e tij pas sekurave. Më shumë se 100 njerëz që ndruan jashtë burgut pasi djali i tij, Luis, bëri thirrje për një shfaqje mbështetje. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.